Sepse ti kur ke dalë nga muri, e ke bërë prank të gjën dhe kur ke shkuar në tomën e Big Brother ka thënë jam keq, nuk ndihem mirë, jam i rënduar psikologjikisht. Pse rren kur e ke bërë prank? Pse rren vllajën e madh kur e ke bërë prank? Jo, Rozana, e ke keq kuptuar ti këtë gjën. Nuk ka qenë prank. Thjesht unë e kam ditë që ka qenë i rëndum dhe ka thënë, po du me bë diçka se nuk po mbaj dot më. Po nuk më ka thënë që po e bëj për ty. Pra nuk më ka thënë që po e bëj se ti më ke rënduar mua. Përderisa ka ardhur dhe ka ndarë me mua, domethënë që s'kam qenë unë arsyeja. Ka qenë ngarkesa e vet, e izolimit. Këtë i tash unë. Dhe unë prap kam thënë më fal aty. Kur ka thënë e kam bërë prej teje, kam thënë më fal që ai mos di të keq. Këtë i tash ndryshe këtu dhe ndryshe kontrafimit. I ke parë 100 milioner, çka konfirmime ke dash më tepër nga ky çuni ti? Se kam menduar që jashtë është ndryshe, Rozana. Kam menduar që po loj gjërat këtu. Po pse oj ti duhet të kurosh lojën ti këtij? Se e kam dash. E kam dash. Po tani te du prap. Po punoj me logjik. E kam pa vetën shumë keq, kam pa familjen time shumë keq. Stop. O, Egli, në rregull moj, po të bëj vetëm një pyetje. Dua thjesht, o Rozana, dua ato ditë që më kishin keq, që s'më nxori publiku. Dola ashtu si dola nga këtu. Nuk e meritoja të dilja ashtu.